Festa pavarësisë së Kosovës në fshatin Rogov u festua me përurimin e 2 rrugëve të këtij lokacioni. Sipas kryetarës së komunës së Gjakovës, ky projekt realizua nga Kuvendi Komunal, i cili mund të cilësohet si mjaft i rëndësishëm për banorët e Rogovës dhe një hap drejt përmirësimit infrastrukturor. Sot në fshatin Rogov bëjmë përurimin e 2 rrugëve, rrugët Ibrahim Shala dhe rrugët Zyber Shala. Gjatësia të 2 rrugëve bashkë është tipik 5 km, përderisa vlera e investimit nga Kuvendi Komunal është 200.000 euro. Jam shumë e lumtur që në ditë shënuar si dita e 8 vjetorit pavarësisë, arrim të konkretizojmë dhe finalizojmë projekte shumë të rëndësishme. Rruga ku konkretisht jemi përfaqëson, në fakt në të kalojnë afër 70 familje dhe ka një rëndësi të veçantë, prandaj mua më vjen mirë që në aspektin e infrastrukturës tash e tutje banorët e kësaj ane nuk do ta kenë problemin e deri tashëm. Nga ana tjetër, banorët u shprehen të lumtur dhe falenderuan kryetaren Kusari Lila dhe Kuvendin Komunal që investuan në rregullimin e këtyre 2 rrugëve, të cilat sipas tyre dikur nuk ishin në gjendje as pak të mirë. Bofshin herë krejt kush kanë ndihmuar. Faleminderes, shumë në ka lehtësuar. Rruga është lehtësuar. Janë afër 70 familje që binë për këtë rrugë. Është bërë shumë e mirë. Po kjo rrugë nëse e krahasojmë tashin me të mëhershmet, ka qenë bukur vështirësi, sidomos për fëmijët të cilët në shkollë, ka qenë me ujë. Mirë po është bën një mrekulli që është bën kjo rrugë me koska, jo vetëm për neve që jemi të rritën, po më shumë edhe për fëmijët të cilët e shfrytëzojnë duke shkuar. Është një numër bukur i madh i banorëve këtu në qytetin e shkon. Përveç përurimit të rrugëve në fshatin Rogov u bën edhe omazhe tek varrezat e dëshmorëve. Në mes tjerash, Kusari Lila tha se në ndërim të ditës së pavarësisë, përulemi pranë dëshmorëve të cilët dhanë jetën e tyre për lirinë e Kosovës.